Kosova është shumë më e madhe se secila parti dhe se secili prej nesh veç e veç. Fatkeqësisht situata absurde në kuvendin e Republikës së Kosovës po vazhdon. Kosova vazhdon të mbetet pa institucione të konstituuara për shkak të kryenetësisë politike të lëvizjes vetëvendosje. Nuk është në rregull të normalizohet kjo lloj situate. Edhe një herë bëjmë thirrje për reflektim. Ne si Parti Demokratike e Kosovës kemi ofruar zgjidhje, nuk është koha të barikadohemi, po e ripërsëris, Kosova është shumë më e madhe se secila parti dhe se secili prej nesh veç e veç. Kjo nuk është opcionale, është rregulloria e punës që imponon që deputetët të mblidhen çdo 48 orë. Mirë, po nuk duhet të normalizohet kjo lloj situate. Kosova ka nevojë për institucione. Qytetarët e Kosovës na kanë votuar për të ofruar zgjidhje për ta, e jo për të barikaduar vetveten. Unë nuk do doja asnjëherë që ta përdor këtë sallë këtu për çështje politike partijake të PD-s, me që më pyetët po ju përgjigjem. Ne kemi pasur mbledhjen e Këshillit Drejtues javën e kaluar, ku është vendosur që kandidaturat të sillen në kryesi, pastaj kryesia i miraton kandidaturat një nga një veç e veç.